Anëtari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, aktivisti Olon Kalaja, ka depozituar në Policinë e Tiranës një kallëzim penal ndaj oficerëve të Policisë së Shtetit, të cilët tha se e kanë dhunuar gjatë protestës së 17 prillit. Ai deklaroi se është paraqitur edhe në Institutin e Mjekësisë Ligjore për të hartuar ekspertizën mjeko-ligjore për dëmet që janë shkaktuar. Dua t'ju vë ndjeni që para 2 ditësh kam bërë kallëzim në Drejtorinë e Policisë Tiranës për dhunën që më shkaktuar në protestën që ndodhi para pak ditësh në bulevardin Dëshmorët e Kombit, një dhunë pa justifikueshme nga policia, ku përveç se ka marrë spraj në 3 drejtime, spraj shumë të fortë, jam goditur 2 herë me shelma nga 2 policë ndryshëm dhe 1 herë në fytyrë me skafandër dhe 2 herë pas qafe me skafandër. Për këtë arsye kam qenë shtruar në Spitalin Ushtarak, ose siç njihet ndryshe Spitali i Traumës, ku pas ekzaminimeve kam marrë dhe epikrizën. Për të gjitha këto arsye, unë kam bërë këtë kallëzim për të dalë e vërteta në shesh për dhunën policore që kam pësuar dhe sigurisht do doja t'i bëja thirrje institucioneve që të marrin masat, nxjerrin para përgjegjësisë policët që më kanë dhunuar barbarisht. Flas për rastin tim, por kjo do të shërbejë si këmban alarmi për dhunën policore që është ushtruar në atë protestë, apo nëse kam ndërmend për të ushtruar në protestat e tjera. Akuzohem tani nga policia, kam një procedim penal për dhunim të forcave të policisë për shkak detyrës. Ju i keni parë videot shumë mirë dhe e dini se çka ka ndodhur me mua, dhe tani policia, nga që nuk ka fjalë dhe është në faj në raport me mua, më ka bërë një akuzë aq të pabesueshme sa që të hidhet balë pikërisht mbi këtë ngjarje. Por ju e dini që unë të vërtetave do t'i shkoj deri në fund. Kjo është kauza ime, unë vi nga aktivizmi, kur nuk kam pasur probleme në për protesta, është hera parë, por t'jeni të bindur që unë do t'i shkoj deri në fund. Më herët një kallëzim penal dorëzoi edhe grupi parlamentar demokrat ndaj ministrit të Brendshëm Besfort Lamallari dhe krerëve kryesor të Policisë së Shtetit me argumentin e dhunimit të protestuesve gjatë ubimit të 17 prillit.